A bën më shtuar Nuk mund është i kryzë veti këtë me orë me bëtë qka dush. Nuk mund është me bëtë qka dush. Situatat me përleshje të tilla verbale e deri në kufi të nisjes së atyre fizike midis Inspektoratit të Trashëgimisë Kulturore dhe zyrtarëve komunal s'janë parë më herët. Ti e ke këtu një draft dokument në cilin thirrësh që nuk është i aprovuar. Edhe ke fytyrë këtu me ardh, me thirr policinë, me hub kohën këtyre. Kamerat po ashtu, me ndalë projektin e madh transformues për kryeqytetin. Me një draft dokument. Ky nuk është i aprovuar me këtë që thirreni. Kjo është hajgare. Do të thonë me këtë ti së bashku, unë ju sfidoj edhe kom e vazhdu me ju sfidu, sepse ju veproni jashtë ligjshëm, ju veproni jashtë ligjshëm. Si qytetari kryeqytetit. A keni thonë, a i një ju? Unë kam thonë zotin publik që ne ju sfidojmë. A me te kanun autoritetit zyrtar ku të ne jemi duke punu në bazë të ligjore, brenda kornizave ligjore, sot edhe gjithmonë. Unë po them që dalë sipas institucioneve që ti e ke drejtuar. Kur më shumë se sa tash nuk është folur për trashëgiminë kulturore. Por, për të, më të zëshëm janë politikanët. Debati politik që ka prapa edhe interesa biznesore e fushatash elektorale lënë në hije atë profesional. Për te i trashëgimisë, sheshi është shndruar në fushbetej se narrativa e kujt dominon opinionin publik. Por çdo gjë nisi mbrapsht dhe në kundërshtim me ligjin. Pastaj u shndrua në spektakël. Nisja e punimeve nga komuna e Prishtinës pa përfillur ligjin për trashëgimi kulturore ka rezultuar me zënka jo të vogla. Sheshi George Bush tash është shndruar edhe në betejë publike. Zyrtarët e komunës në krye me kryetarin Përparem Rama synojnë që të vazhdojnë punimet. Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore i ka ndalur 3 herë deri tash. S'është dashur shumë kohë që të nisin edhe përplasjet politike. Komuna e Prishtinës u ka mësyer punëve ndërtimore në një prej hapësirave qendrore të kryeqytetit. Projekti për të cilin ka lidhur kontratë me vlerë 18.4 milion euro përfshin një hapësirë të madhe që prek sheshin Zahir Pajaziti, rrugën e dikurshme George Bush, atë Garibaldi dhe hapësirën e Bibliotekës Kombëtare të Kosovës. Në krejt këtë sipërfaqe gjenden 5 monumente, 4 në mbrojtje të përkohshme dhe Biblioteka Kombëtare në mbrojtje të përhershme. Dhe për projekte si këto, leja prej organeve të trashëgimisë është obligative. Në fillim të marsit, komuna u ka prerë shiritin nisjes së punimeve. E më 12 mars, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore i ka ndalur punimet me arsyetimin se po punohet midis monumenteve dhe brenda zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës. Ligji për trashëgimi kulturore përcakton se për punime në zona të mbrojtura duhet leje me shkrim nga institucionet e trashëgimisë kulturore. Komuna nuk e ka përfillur këtë. Më pas ka dorëzuar projektin për shqyrtim në Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Ende pa e marrë përgjigjen, ka rifilluar punimet në prill. I janë dalur prap dhe është hapur rast në Policinë e Kosovës. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve nuk e ka miratuar projektin. Midis të tjerash ka konstatuar se ky projekt cenon integritetin e monumenteve dhe ka rekomanduar që komuna ta plotësojë lëndën me dokumente shtesë. Problem më vete është ndërtimi i lokaleve të reja. Situata është përshkallëzuar këtë javë. Komuna ka rifilluar implementimin e projektit të shërbimit të arkitektit të qytetit dhe një kontraktuesi nga Shqipëria. Të hënën, Inspektorati i Trashëgimisë Kulturore ka konstatuar se po punohet jashtë zonës së mbrojtur. Sipas institucioneve të trashëgimisë kulturore, zona e mbrojtur ka kufirin midis ish rrugës së makinave. Ana e majt është në mbrojtje, kurse e djathta jo. Komuna atë ditë ka vazhduar punimet vetëm nga ana e djathtë,
e të nesërmen situata ka ndruar. Pas nisjes së punimeve në anën tjetër, inspektorati ka tentuar t'i ndalte ato. Kështu që këtë dokument merre edhe që atyne edhe tregoj ju pëti ku është baza ligjore. Ku baza ligjore? Unë e kam. Mos më vjen ky dokument që s'ka bazë ligjore. Që ty një institucioneve që ku i drejtu kërkesë, tu kësha lut, me shku mu adresu edhe me ba kërkesët zyrtare, me thonë për rekomandimit që kanë shumë. Jo bre, halin me dokumenta. O e kemi bona. O mikre, a i jem të folin e bre. Ndriko, tu kësha lut. Hajde, vazhdo. Unë kemi marrë, unë po thëmë dhe herë. Çdo san që keni, lidhur me shqetësimet e juve, mund t'jenë t'juve shumë të vërteta. Shkoni në institucionet tona të trashëgimisë dhe e merrni përgjigjen konkrete. Zyrtarët komunal kanë kundërshtuar me çdo kusht kufirin. Sipas tyre s'ka kufi. Inspektorati ka kërkuar ndihmë nga Qendra Rajonale e Trashëgimisë Kulturore në Prishtinë. Aseti Qendrës Historike të Prishtinës është inicu qysh shumë vite ma përpara, po në vitin 2019 kam ri me hy si mu listu si aseti trashëgimisë kulturore fushën e konservimit dhe restaurimit. Për momentin zonën ku po flasim, aksi i rrugës, që do me thonë që kjo aksi mes pjesa në të majt, është zonë mbrojtën. Është pjesa zona mbrojtën e asetit të trashëgimisë kulturore Qendra Historike e Prishtinës. Këtu e keni edhe në hartë, për ndryshe kjo është formulari, është i nënshkruar prej ministrës Vlora Dumoshi. I keni pa dhe shkresat ma heret për cilat i kemi shkëmbym me komunën dhe institucionet e trashëgimisë kulturore. Për zyrtarët komunal, as këto sqarime s'kanë qenë të vlefshme. Sipas tyre, harta është veç një draft dhe s'është pjesë e dosjes nëpërmjet së cilës më 2020 Qendra Historike e Prishtinës është bërë aset i trashëgimisë kulturore në mbrojtje të përkohshme. Por për ekspertët e trashëgimisë kulturore, sheshi George Bush nuk është hapësirë e thjeshtë. Sheshi George Bush shtrihet në një hapësirë e cila nuk është ndërtesë, por është hapësirë me status të trashëgimisë kulturore. Në tonë është hapësirë kulturore e cila ka status mbrojtjes me ligj. E gjithë përplasja fillon në këtë çështje sepse ka probleme të kuptohet statusi i hapësirës. Një hapësirë me status çfarë ka ky shesh, i nënshtrohet çfarë do lloj zhvillimi, i nënshtrohet legjislacionit. Legjislacioni është i ndërthurur ndërmjet detyrimeve të cilat kushteve dhe kritereve që parashtrohen në ligjin e trashëgimisë kulturore, ligjin e planifikimit hapësinor dhe ligjin e ndërtimit. Gjejlane Hoxha, e cila deri në pensionim ka qenë zyrtare e institucioneve të trashëgimisë kulturore në pozita udhëheqëse, thotë se hapësirat kulturore janë shumë komplekse dhe duhet pjesëmarrje të gjitha paleve në projektime që ndërrojnë rrënjësisht këto sipërfaqe. Kurse arkitektja e politikanja Eliza Hoxha konstaton se krejt procesi s'ka nisur siç duhet. Gjithë procesi ka qenë i ndërtuar mbrapsht. E para, ne nuk e kemi parë një projekt të plot. Unë personalisht, si person i kësaj fushë, apo edhe kolegët e mi këtu janë le ta japin mendimin e tyre, unë nuk e kam parë një projekt të plot me të gjitha fazat se si është një projekt i cili duhet të shkojë dhe në fund të pajiset me leje, dhe me gjithë këto vendimet që duhet të mirën për shkak të ndjeshmërive që vinë si pasojë e objekteve të caktuara apo zonës të caktuar, për të kalu pastaj në një proces të gjerë, të diskutimit publik dhe të akterëve që jetojnë aty, punojnë aty, qofshin edhe këtu ku jemi, se cilat janë nevojat, kërkesat dhe si e shohin njerëzit e Prishtinës dhe jo vetëm këta që jetojnë në këtë rrethin, zgjatimin e bulevardit, domethënë Nën Tereza deri tek katedralja. Për komunën e Prishtinës, situata e krijuar s'ka të bëjë me trashëgimi kulturore, por krejtësisht me urdhra politik. Për këtë arsye edhe ka insistuar me pengem të ndaljes së punimeve në njërin anë të sipërfaqes.
Madje insiston se krejt kjo po bëhet për të mirën e monumenteve dhe kryet qytetit. Instancat më të larta, po na thonë, më të larta, pra ministrat, si ministri i punëve të brendshme, ministri i kulturës, të cilët sot atë detyrë nxojnë jashtëligjshëm po ashtu, punojnë jashtëligjshëm edhe bëjnë presion tek policia këtu, i shfrytëzojnë inspektoratin e trashëgimisë kulturore, që të marrin veprime të jashtëligjshme, që nuk kanë asnjë bazë ligjore, edhe të na ndërprejmë punën tash në gjysën e rrugës. Tash po thonë që ajo qenka e mbrojtën e kjo s'është e mbrojtën. Kupton? Domethënë vendime ad hoc, puro politike për me ndërprej punët e mira që po ndodhin në kryeqytet. Komuna thot se është në harmoni të plot me kornizën ligjore, por ekspertët flasin ndryshe. Sa i përket planifikimit të projekteve, të ndërhyrjeve transformuese në qendër të qytetit, si që është sheshi gjëpë, ndërhyrje transformuese, rrënjësore, në më thonë komplet përmbajtja e funksioneve, volumet, format, kanë me ndryshu. Arteria kryesore e qytetit, qendra e qytetit, me status hapësirë kulturore në mbrojtje ligjore, që kërkon standarde që duhet me u respektu për ne me arrit, me formësu një qendër të qytetit si hapësirë kulturore të periudhës të arkitekturës moderne, që i takon arkitekturës kohës moderne dhe kohës tonë bashkohore, ka standarde, ka regula, ka ligje. Të gjitha këto janë shkel, janë shpërfil nga ekipa e ngarkuar me projektim. Komuna e Prishtinës synon të mos ndalet. Plotësimet e kërkuara nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve nuk i ka dërguar ende. Bazohet në lejen e marrë nga Drejtoria e Urbanizmit, por ligji për planifikim hapësinor dhe ai i ndërtimit përcaktojnë të tjera rregulla për zonat të mbrojtura. Kurse ligji për trashëgimi kulturore u jep të drejtën e vetos institucioneve të trashëgimisë kulturore. Për çudi, ky projekt ka fillu pa leje, pa planifikim, pa asnjë procedurë, me hi në detale, me elaboru, do të del që komuna nuk ka drejt as me planifikum këtë hapësirë, sepse ligji i planifikimit hapësinor janë ndalon. Kallëzimet penale për këtë rast kanë marrë hovë në të dyja rastet. Përtej kësaj është paralajmëruar edhe ftesë ndaj qytetarëve për të demonstruar pakënaqësi ndaj institucioneve të trashëgimisë kulturore. Ne do të fillojmë të ftojmë edhe qytetarët e kryeqytetit, të demonstrojmë kundër këtyne vendimeve puro politike të jashtëligjshme. Nuk duhet me ra pre e këtyne shantazhave, këtyne sabotazhave të njerëzve që nuk ja dojnë të mirën këtij populli. Fitojnë po politika për demonstrat? Unë po them që nëse vjen puna deri aty edhe atë do ta bëjmë, se ne do t'i vazhdojmë këpunimet. Marrë parasysh hapësirën ku synohet të realizohet projekti, situata është shumë komplekse, por ligji për trashëgimi kulturore e bën përgjegjëse Ministrinë e Kulturës për politikat e mbrojtjes dhe trajtimit të trashëgimisë kulturore, dhe ky ligj është me interes vital. Një çështje dua ta theksoj se ligji i trashëgimisë kulturore është ligj 5 ligjet në Kushtetutën e Kosovës si ligje vitale. Njëri ndër ta është ligji i trashëgimisë kulturore, i cili ka plot mangësi. Nuk mund të iniciohet plotësimi i ligjit për arsye politike, problematike. Si ligj vital është mbi gjitha ligjet tjera, jo për dëshirë apo për ndonjë arsye tjetër, për arsye se trashëgimia kulturore është çështje vitale, jetike, për një vend dhe ka detyrime shteti. Komuna është në konflikt të vazhdueshëm me institucionet e trashëgimisë kulturore. Vitin e kaluar kishte nisur punimet për projektin Ishulli Urban Arbëri Pallati i Rinisë. Ekurudha është kufiri midis zonës së mbrojtur të qendrës historike të Prishtinës dhe pjesës tjetër asaj të Arbërisë që sëpërfshihet në këtë zonë. Edhe aty janë dalur punimet, tash punohet shkarazi në anën tjetër. Kontrata peshon 6.5 milion euro. Për projektin e tunelit dhe rruga Agim Ramadani,
komuna ka kërkuar leje, i është refuzuar. Tenderi me vlerë të parashikuar 6 milion euro është në finalizim. Mungon vetëm nënshkrimi i kontratës. Te rruga e Recep Luci, punimet janë duke u bërë po ashtu pa leje nga institucionet e trashëgimisë kulturore. Por në këtë rast, inspektorati nuk i ka ndalur ato pasi ekziston vendimi i gjykatës që e ka ndaluar mbylljen e rrugës. Pavarësisht kësaj, punimet vazhdojnë. Mbi 20 milion euro peshojnë kontratat për punët që tashmë janë ndalur komunës. Përfshirë edhe ato për të cilat s'ka leje, por ka zhvilluar procedura, vlera shkon mbi 30 milion. Ministria e Kulturës i ka bërë kërkesë Policisë së Kosovës që të nisë hetime për të gjitha këto projekte. Secili do të jetë epilogu i këtyre nismave dhe sidomos më të madhes, sheshit George Bush mbetet të shihet. Këto ditë është shndruar në teatr në ambient të hapur. Në shesh të trashëgimisë kulturore dhe të politikës.